Një grup kriminal që trafikonte vajza nga Azia Qendrore dhe Amerika Latine në Shqipëri me qëllim shfrytëzimin për prostitucion është goditur nga seksioni për hetimin e trafiqeve në Tiranë, në bashkëpunim me prokurorinë dhe policinë kombëtare të Kolumbisë, policinë kroate, Europol dhe Eurojust. Vetëm në Shqipëri u arrestuan 7 prej tyre nga 9 masa sigurie në total, ndërsa organizatori Lukas Bentakur është arrestuar në Kolumbi. Po ashtu 28 vajza të huaja janë vënë në hetim për prostitucion. Baza e tyre ndodhej në një hotel në qendër të kryeqytetit. Lukas Bentakur kishte rolin kryesor në rekrutimin e vajzave nga vendet e Amerikës Latine dhe më pas organizimin e udhëtimit dhe akomodimit të tyre në Shqipëri. Në rast refuzimi, ai ushtronte presion dhe kërcënime ndaj vajzave dhe familjarëve të tyre në Kolumbi. Autoritetet atje kanë siguruar prova se ai arrinte deri në marrjen peng të familjarëve të vajzave, përfshirë motrat apo nënat e tyre. 25 vjeçari rezulton të jetë edhe menaxheri kryesor i faqeve online të prostitucionit, Happy Escort dhe Eurogirls. Aktivitetin ai nuk e kishte shtrirë vetëm në Shqipëri, por pothuajse në të gjithë Ballkanin dhe Europë. Prova kundër tij në Kolumbi përveç Shqipërisë dërguan edhe vende si Kroacia, Malizi, Serbia dhe Gjermania. Autoritetet shqiptare mundën të marrin deklarimin e të paktën 40 vajzave të huaja që janë shfrytzuar për prostitucion. Burimet bëjnë me dije se 25 vjeçari pasi rekrutonte vajzat u paguante udhëtimin drejt vendit ton, ku më pas nisnin aktivitetin e prostitucionit. Në Kolumbi, në mesin e të arrestuarve është edhe Mario Bentakur, babai 25 vjeçarit. Luka Bentakur bashkëpunonte me Drejtan Sukaj që siguronte kushtet për akomodimin e vajzave dhe menaxhimin e rrjetit, ndërsa Ilmar Gugashi kishte përshtatur hotelin në Tiranë si vend për strehimin e tyre. 2 antarët e tjerë të grupit, Asel Adresheva dhe Kevin Dreu, shfrytëzonin për prostitucion disa shtetase nga Kazakistani, të cilat qëndronin në këtë hotel. Denis Berisha nga ana tjetër ju jepte lëndë narkotike të rejave dhe ju siguronte klientët. Të ardhurat e përfituara nga aktiviteti kriminal transferoheshin nëpërmjet kriptovalutave në llogaritë e Lukas Bentakur. Gjatë operacionit janë sekuestruar shumë aparash, 7 celular dhe prova të tjera të vlefshme për hetimin.